Dhe pas materialit në klinikën gjermane të syrit jemi kthy prap të pjesa e ledit, aty ku shpjegojmë sa më në detaje për të kuptuar sa më lehtë ju dashur miq. Në pjesën e kuzhinës ju gjithmonë e dini që shkojmë me Lenën bashk, gatuajmë receta të ndryshme të shëndetshme për dreka, mëngjese, syfyr, iftar, po sot e kemi ndruar vendin e kuzhinës. Sot Lena, nutricionistja dhe dietologja jon, do na shpjegoj disa gjëra shumë të rëndësishme që duhet t'i dim gjatë agjërimit dhe gjatë muajit të Ramazanit. Lena është studio me mu, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që je me neve, edhe pse ke shumë angazhime, ke shumë punë gjatë muajit Ramazan, ke konsulta falas me pacientë dhe prapë se prapë je këtu për shikues tonë. Gjithmonë kënaqësi, përmes familja jonë, më fol në të gjitha familjet për ato që kanë më shumë të nevojë. Po, sidomos në këtë muaj të shejt, ku ka aq shumë pyetje, lërëma të faqja me Lenën, po edhe të faqja me familja jonë, ku na thonë me të pyet gjëra ndryshme dhe sot do t'ju përgjigjesh në disa prej pyetjeve më të shpeshta. Po, realisht kemi pas shumë që na kanë kontaktuar, çeta edhe të Saranda, edhe kështu që sot po ju flasim detaje se çka është agjerimi, pse 30 ditë, se këtu kanë qenë edhe pyetje që mas shumë t'i më kanë bo, pse duhet me qëndru 12 dhe në 14 orë pa ushqim, dhe më thëmë, pse komplet pa ushqim kjo periudhë, edhe u përmend shumë autofagjia, e besa një farfur më arru mu përmend kjo ketogeneza, kështu që edhe në fund kemi me shpërnda një meny ushqimore, një shemboj me njëve ushqimore. Por, para se me dalë të kretë këto, unë po du me unalë të pjesa shëndetësore, sepse në pjesën e partë të emisionit Lenë se bashku me imamin e xhamis Hoxh Fadil Musliu kemi folur në detaje nga aspekti fetar. Fasting apo agjërimi edhe nga aspekti shkencor, tash e sa vite rekomandohet, edhe është në top hulumtimet më të mëdha shkencore si një prej ta themi medikamenteve më shëruese të shumë smundjeve. Dhe kjo pyetja pse 30 ditë, pse kjo me siguri vjen nga aspekti shkencor. Po, realisht kjo është ajo që pyetjet e shumta, pse duhet më agjëru 30 ditë, dhe kështu që në këtë rast na kemi me demonstru në aspektin shkencor edhe çysh funksionon në raport me ushqimin në organizmin tonë. Do të thonë ajo që e konsumojmë, se kur rrim pa ushqim 14 orë, çysh ndikon realisht. Këto janë hapat që, do më thonë, pikat shkurta, kemi me mësu bashkë për agjerimin. Do më thonë, çka është agjerimi, ose fasting që realisht është studiu shumë që tha dhe te, është një periudhë ku personi abstenon nga ushqimi. Ose krejt abstenon pa ushqim, ose për shembull kjo metoda fasting që bëhet me ujë ose me diçka prej ushqimeve që kanë indeks glikemik të ulët. Që nënkupton që nuk aktivizohet insulina në trup, edhe nuk, do më thonë tani aktivizohet ky procesi autofagjisë, do më thonë nëse bën regjia me videon e parë, na kishë ndimu që kena folë shumë për autofagjin, qatë shumë, sa që sot po du me demonstru kështu mënyrë t'ilustrume, realisht organelet mrena qelizës lindin dhe plakën, njëjtë sikur trupi i njeriut. Autofagjia është, fjala autofagjia është ta hash veten. Tash, kur nuk ka trupi ushqim, kur nuk marrim ushqim 12 dhe në 14 orë, atëherë qelizat patjetër duhet me shfrytzu ato organelet që janë mbetjet brenda asaj, për me mujt me mbijetu. Tash, lizozomet i kanë disa enzima, të cilët për shembull kur mesin pa ushqim krijohet kjo membrana që është e kuqja, që edhe lizozomet hyn brenda membranë edhe i shpërbejnë këto organele. Më thonë si lloj gërshan që në ato enzimat që i shërbejnë. Këto elemente që lirohen formë të aminoacideve, që riciklohen, rigenerohen edhe tash këto qeliza i shfrytëzon si ushqim van të ushqimit që na i quajmë. Nëse na nuk i qojmë ushqim, për shembull, nëse i qojmë krejt kohën ushqim trupit, edhe nuk aktivizohet ky proces, si rezultat i kësaj, për shembull ka plot hulumtimet që kanë ndodhur smundjet neurodegenerative, që është Alzheimeri, po të njëjtën kohë edhe rrezikohen për smundje kancerogjene, smundjet autoimune në përgjithësi. Do të thonë nëse nuk rigjenerohet, nëse nuk kryhet ky proces
që duhet në organizëm. Cilat janë përfitimet shëndetësore? Kryesisht ndikon të rigjenerimi i qelizave, ndikon në rritjen e sistemit imunitar, po të njëjtën kohë kjo është përparësi që ndikon pozitivisht edhe tek rezistenca në insulin, gjithashtu ndikon edhe tek mbi pesha, ndikon në ramjen pesh, se largohen ato mbeturinat. Rezistenca në insulin është eliksir për jetëgjatësi, dhe më thonë rigjeneron komplet trupin, edhe kjo shkon disa faza të ndryshme, dhe më thonë që trupi njëjtë sikur qelizat, edhe trupi rigjeneron veten, edhe rinohet në një farë forme. Dhe më thonë, bazë të ullumtimeve, qelizat, më thonë, këtë formë, shkojme dhe rinohen veten. Në bazë të ullumtimeve që jënë bo, qelizat e trurit janë shumë shtirë më rigjeneru. Edhe autofagjia, ose agjerimi, qësh është 12, mbi 12, më thënë 14-16 orë, që shkon muaj në shajtë Ramazanit, arrin një rigjeneru edhe qelizat e trurit. Më thënë që në këtë rast e parandalojmë smundjet neurodegenerative, që janë qelizat që mas shtiri rigjenerohen. Dhe më thënë, kjo është procesi autofagjis, do shta me demonstru kështu që shijet, se kena folë mënyrat ndryshme edhe nutricionist, edhe shkencëtar, edhe mjet, por realisht kur shijet me figurë, se qysh ndodh, e kemi idenë se çka po ndodh në trupin tonë. Dhe kjo aktivizim me një fjallë shumë i nevojshëm të ndodh të pak të njerë brenda viti, e ku më mirë se për gjitha ta që janë besimtarë të fejës islame të praktikojnë edhe agjerimin, ndërkohë ta shërojnë edhe organizmin. Tash, patëm edhe ketogenezën. Çka është tash ketogeneza? Qysh funksionon agjerimi për do pse? Në momentin që na nuk i qojmë trupit glukozë, glukoza, që është melqi, zakonisht kur e marim karbohidratet, që janë glukozën, kur e marim shndrohet në glikogen. Kur harxhohet glikogeni, tash trupi fillon me marr yndyrën dhjamore, këtë rasti i largon edhe toksinat prej organizmit, edhe një farë forme shfrytëzon vjamin edhe proteinat vjamore edhe ato mbeturinat që i kemi, për me prodhu energji. Kjo është arsyeja që, për shembull, disa persona nuk janë mësuar ndaj pa ushqim gjatë ditës edhe kanë kogëdhimbje, kanë lodhje edhe plagështi. Bile, ky procesi ketogenezës, nëse nuk është aktivizuar më herët, ndikon që me liru edhe këtë erën e keqe, do më thonë aromen e keqe të gojes që kemi gjatë periudhës së Ramazanit. Po, shumë mirë që e përmendit, sepse ka shumë shikues që na kanë shkruar te familja jonë, a ka diçka, përveç pastës së dhëmbëve që i pastrojnë dhëmbët të gjithë, që e freskon sa do pak mukozën e gojës, sepse 12 orë sa është agjerimi, tendenca për me pas aromë të keqe shumë e madhe. Asnjëherë mos mendoj pa shkopin karanfil. Realisht shkop karanfili e kalon gojë sidomos syfër, përveç ujit që na e kena, më thonë, ceke dhe të familja jonë, shkop vetëm në enzimat e gojës vetëm e përtyp. Më thonë, momentin që përtypit e liron një aromë kështu si lloj mente, nashta kur e she ose ja merr erën e ki atë përshtypjen që s'ka me qenë mirë, syfër para se me mbyll, është mirë me përtyp një shkop karanfil. Po unë për veti e maj edhe me vetin qantë, pse nuk më duhet me marrë dhe era keqe, po me pas në i takim, ose zakonisht grimjerët kur më lynë, e kam sikletin që mos eventualisht po më vjen, e përtypi edhe shpërlon gojen. Nuk e vetëm e përtyp në gojë, jo, nuk ka mundësi me prish agjerimin, se vetëm e kalon në përgoje, përtyp 2-3 herë, edhe shpërlon njëjtë sikur i pastron dhëmbët me pastën e dhëmbëve, edhe era është e freskë, zgjat për shumë urë. Qërse dita këtë pyetje mja bë dhe hoqës, a prishet agjerimin? Ja, kam pas ka jo, nuk e prish, sepse normal që agjerimin e prish diçka që ka indeks glikemik. Po i ftoj me na shkru të gjitha ta që njohin shumë mirë fen, dhe me na shkru se nga ana shkencore okej, realisht është një cikur me pas, për shkak që she pastron dhëmbët, është një dezinfektues, një antiseptik natyral, që të njëjtën kohë dhe liron aromë të mirë. Po. Në ndërkohë, Lena është e gatshme me na thirrë si fërë dhe niftar. Patjetër. I ka sjell 3 ide për 3 ditë të syfyrave dhe iftarëve, dhe ne po mundohemi t'ju propozojmë iftar dhe syfër. Kjo është përgjigje atyre pyetjeve se çka me hongër. Çysh mja fillu, do të thonë kjo është përgjigje a krejt asaj që çysh mja fillu dhe çka na duhet. Atëherë kemi thënë në emisionin e kaluar që në syfër na duhet karbohidrat edhe protein për me marr energji. Si fillim, tani kur harxhohet ajo glukoza që na e kemi fillon proceset që veç i cekëm. Realisht
Fillojmë me hurme, 1 deri në 3 hurme. Do më thonë hurme gjatë ditës komplet edhe me iftar shkojnë deri në 6, varet për madhësisë. Kefirin unë e kam picked up, sidomos në vaktet e mëngjesit, për arsye se ka edhe dhe probiotik, edhe në këtë rasti kemi që flores tonë normale, ushqimet ideale, me një kastravet që është hidratus, edhe normal, disa copa kastravet, si kemi qita të vajnë o lirit për ndyna që ndeshme, vajnë e farës zez, forat ndryshme, arrore, edhe pa tjetër për proteina vezë, edhe të njëjtën kohë për mi andimu kefirit për probiotik është edhe gjiza, që duhet me qenë pa krep, 2-3 domatina të vogla ose një gjys domate, gjys fete buk, po, theksohet që buka duhet me qenë ose integrale pa gluten ose thekres. Edhe pa buk i shkon edhe ma mirë, një frut sezonal, i shkon ideale me qenë kiwi, molla gjelbërt, diçka që nuk përmban sheqer, edhe 2 gota ujë detox për me mbyll, ujnë detox e kemi postu me te familja jonë disa herë. Edhe mund të gjenë edhe të fasha. Që kaloj me iftarin. Tash, iftarin me fillu me hurme, pa tjetër pas hurmes një gotë ujë, detox njëjtë, supë, me lën kockash, kolagenin, që mujnë me përgadit në kushte shtëpia, 2-3 perime për shanë këtë rast e kumë cej patatën edhe kungullin, mishtu erzat ndryshme që është magdanozin. Kjo, do më thanë, menu është me file pule, salat për shambull për fibra, për vitamina, për minerale, kena cek krejt, për shanë shegen, orra. E thamë që iftarit i duhet protein, edhe ndyrë ma shumë, edhe karbohidrat ma pak. Po kryesisht me qenë baza i ndyrë e shëndetshme, është vaj i liri, vaj farës zezë dhe herë, edhe pak ufull molle, për shkak me ndimun tretje, se kemi parasysh që ngarkohet. Edhe normal ujnë detox, e çdo herë e cekim edhe ndërsa. Çka është më e rëndësishmja, që pas iftarit çka mujna me bu? 40 minuta, një orë pas iftarit muj me pi një kafe, për ata për adhurus të kafe, sepse kishtë qenë mirë në Ramazan me pushu për i kafes krejt. Valoj mas iftarit pijet kafe, Aleni. Po nashta një orë me kalu për arsye, se në momentin që pijet kafe, ato vlerat ushqyse që na i marim, muj me pas reakcion me disa prej produkteve dhe mos mu marë totalisht. Tash, qka propozoj është mrapa, tash kemi kosa dush, se është pak ma gjatë, qaj si pas dëshirës, po kuptohet pa sheqer, qaj me fruta, edhe një frut sezonal, qka do që ju pelqen. Tash do me thonë, me hek tavolinën e bukës, me la end, me arë koha e kafes. Jo, sa ta krysh bukën me pi kafe. Jo, me kalu normal një orë as kafe, as qaj, për arsye se trupi don me kalu për deri sa gjithat ko nuk ka qenë pa ushqim. Ka nevoj me kalu pa ko për mu tret ushqimet edhe normal që për me bu punën e vetë, zbesoj që edhe muj me njëherë me pi kafe, me fillu, me vazhdu me ongër. A muj më lena neve? A për në len të jërë tjetër më në? Jo, momentin që i merë krejt këto, sinqerisht nuk mundesh, se nëse për një sup, ujnë, hurmet ato, besoj që nuk mundet. Po, kafja ka vendin e vetin. Po, mas një ore gjësysh, ta një mra pa para gjumit është fjalla, më thonë si me zvak, preferohet një frut, edhe këto. Mujna me kalu me ditën e dytë, se i kena 3 opcione. Tjetra për shembull për proteine, kemi shfrytzu, besoj, kjo është si fyrin, një hurme, këtu kemi propozu një smoothie, gjithashtu frutat, gjalpi kikiriki për proteina, prap domatet e kastraveci, edhe një frut, edhe 2 gota ujë detox. Kalojmë te iftari ditës së dytë. Në këtë rast e kemi me biftek, ose me shkut, gjithashtu supa me perime, në këtë rast e kemi shfrytzu me këpurda me bo, edhe normal gjdo herë supës muj mishtu kolagen, do më thënë ujnë, edhe kjo është para gjumit, arrore muj me përdor, një frut sezonal për shanë qysho shega, portokalli, ose qka do që ju pëlqen, po diçka, për shamë jo diçka që është shumë e omen edhe jo sasi shumë e madhe. Kalojmë të dita e tretë, që të si mesin bërgjë për ata që ju pëlqen ndryshe, po, në këtë rast për shamë një gotë kefer, avokado është për ndyna që ndeshme, edhe gjiza. Çdo herë gjiza preferohet për shkak edhe kalciumit, për shkak të probiotikëve që përmban, kastraveci ose trangoj, domatet, qërshi,
Edhe normal buka mirish mës me qenë qëshve që thamë, për një sasit vogël. Na i lëngë të shtrydhun, për shano si loj detoksi me selinomol karota shumë rëndësishme, sidomos gjatë Ramazanit, për shkak që përmban antioksidant shumë fuqishme dhe përmban beta-karotenin, që ndikon edhe tek syt, që në këtë rast e kemi një farë mjegullimi gjatë agjerim, që ato kishtë qenë shumë mirë. Edhe iftari i fundit është iftari, do më thanë që e kemi shfrytzu me pregadit me peshk, edhe të njëjtë edhe te iftari i fundit i kemi shtu supen me thjerza, me vaj ulliri, i kemi ndru fibrat edhe supen, vezë, ziran, salate, dhe kështu disa, do më thanë spinaq, rukolla, salate gjelbërt kryesisht. Ndërkohë pas ke rekomandu që mes shujta, mes iftarit dhe syfyrit, fruta ose kos me fruta. Po, ose kos me fruta përgatitën kushte shtëpia. Pyetja e famshme në ditën kur konsumojmë peshk, a guxojmë të konsumojmë kos ose jogurt, ose qomsht ose djath, produktet shumë përse të bilmetit? Realisht, në sasit madhe, nëse veç konsumohet, supozohet me ndë që është edhe një pjo, nuk është met ma shumë, po jo, nuk qëndron. Nuk qëndron. Realisht, unë mu për veti shi, asë është që më pëlqen me kombinu. Unë e kom provu edhe së është që më ka helmu. është met, nuk është që kom asë me na ju lëmëtim klinik që ka vërtetu. Mundet me ndodhë që ka ndiku të disa organisme. Të disa persona. Për ndryshe, me Lenën, faqen e Instagram dhe në Facebook e gjeni, edhe iftara dhe syfyra të tjeri detë shumë ta që Lena përveç që i shkruan, edhe i gatuan dhe i sjell për juve në formë të fotove dhe videove, të përgëzoj për kretë punën që bënë për ndjekësit tu, edhe për kretë ata që dojnë konsulta falas me shfrytzu, njoftoj të lutem edhe njëherë për fond. Atëherë muni me më kontaktu në rrjetet sociale, në Instagram, TikTok me Lenën, gjithashtu edhe Alblina Shabani Lazim, Facebook edhe Instagram. Edhe jëm e hapur, më jep ide, këshilla për çka do të duar. A ma bëni termin? Patjetër. Unë e bëna një termin falas, dhe me thonë, e shfrytova. Faleminderit Lena edhe një herë. Faleminderit. Ishte shumë knatësimet pas studio si çdo herë. Dashur miq, së bashku me Lenën këtu ne po ndahemi me ju, duke ju uruar një iftar të këndshëm, me që edhe kaluan pak minuta prej iftarit, ju bëf të mirë, dhe pas ditët të këndshme ju vazhdoni me qëndru me televizionin Kanal D, ndërsa neve na gjeni në të gjitha rrjetet sociale, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dhe portalin Familja Jon. Mirëmbëngjes.